Përshëndetje! Unë quhem Bura Kuliqi dhe unë quhem Ira Kuliqi. Këtu së bashku me ne, prezent jemi të gjithë shokët dhe shoqet e klasës sonë e 4A D, të cilët vim nga shkolla Mihajl Grameno të Fushë Kosovës. Në emrin tonë personal dhe të gjithë shokëve dhe shoqeve të klasës, ju falenderojm juve dhe Xhaxhi Naim për ftesën e bërë në emisionin tuaj ODN. Para se të performojmë, dua ta përshëndes drejtorin e shkollës tonë, Ismet Gashin, i cili njihet si punëtor dhe ndër drejtorët më kreativ. Si dhe një falënderim të veçantë, me shumë respekt dhe dashuri për mësuesen tonë të dashur, Loljeta Bardixhi Bogujevci, e cila gjithmonë munduhet të na arrijë në dije, por ashtu të bëhem qytetar të përgjithshëm që të kontribuojmë për vendin tonë. Siç është edhe kjo vallë të cilën e kemi përgatitur me rastin e ditës së Paqes. Zonja dhe zotrin, sa të ndëruar mirë vrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe të juaj në ODN, farë mrekullie na em. Ardhmëria e Kosovës. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Kemi filluar me diçka të jashtëzakonshme. Në këto ditë kur festojmë 25 vjet liri. Dhe vërtet, liria erdhi për këtë ardhmëri. Dua trofitja shkon për juve, zamra. Dhe vërtet, liria erdhi për këtë ardhmëri me një koreografi të jashtëzakonshme me Vallën e Tiranës. Ta mendoj e dikur. Nga një shkollë me nam që mban një emër të jashtëzakonshëm nga Fushë Kosova, Mihajl Grameno. E miri i kemi lanë që ta fillojnë vetë.
sa bukur dy binjakët, e kanë hapë këtë spektakël, në këtë ditë të bukur, kur vërtet jemi mësë të lumtur. Me ne ndodh e jashtëzakonshmja. Me ne ndodh mrekullia, 25 vjet liri, ta mendon të dikush. Ani edhe ku, në fush Kosovë. Që ma shumë se gjitha. Edhe ku, në fush Kosovë. E vërtet. E jemi këtu bashkë spektaklin tuaj në këtë mbrëmje të bukur, në këtë të shtunë, dhe kur edhe një herë nga zemra të gjithëve ju urojmë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Do të kemi shumë çka të bukur, do të kemi musafir të veçantë, do ta kemi atë Shqipërinë tonë çfarë duam, do të kemi musafir anë botës shqiptare. Do të kemi humor, do të kemi këngë, e gjëra të bukura që ju ta kaloni sa më mirë në këtë ditë të shtunë, në këto ditë të 25 vjetorit të lirisë. Dhe mos harroj mirije që nesër në mëngjes, kur po shkon emisioni ynë, është festa e Kurban Bajramit. Me fat Kurban Bajramit të gjithëve. Me fat. Qershori me shumë festa na e. Edhe qershori absolutisht, edhe mujna me knu Bajram o Bajram, nuk mujna me knu 30 ditë të Ramazanit, që kjo është Kurban Bajrami, është festë e solidaritetit, është mirë që ta kthejmë në mbamendjen tonë, në shpirtin tonë, edhe në mendjen tonë, në përgjithësi që duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta përmbajmë njëri tjetrin. Duhet jemi të vëmendshëm. Kudo që jetojmë ne shqiptarët, do të kemi kujdes se si na jetojnë fqinjet tanë. Duhet ta dim, nuk e di kërkush më mirë se sa fqinjet, sa apo na jeton dikush keq. Sot, nëse nuk jemi më të pasurit, jemi më të pasurit në zemrën e shpirt që familjet tona mundësisht askund mos na hjekun keq. Janë mekanizma të shumtë që i ndihmojnë këto familje, po duhet jemi na ata treguesit që të themi, miria po na jeton keq, dhe ne nuk do të lejojmë që të na jetoj keq. Krejt këtë e them në këtë festë të Kurban Bajramit, në këtë festë të solidaritetit. Të solidaritetit tonë barë popullor. Urim edhe njerë. Jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë dhe këngës së bukur për çdo javë, duke i falendëruar gjithmonë ata që janë suporti ynë i fuqishëm, e mbështetja jonë e mirë, sponsorët tanë. Duke filluar nga sponsori në general që po ndërton një qendër të jashtëzakonshme të bukur këtu afër qendrës së Prishtinës, që quhet Park Residence, realizuar nga Berisa Group Prishtinë. Vazhdo, mos gabon munal. Çka ka ndodhur me Agonita Herë që vjen nga fush Kosova? Agonita Herë ka ardhur 24 orë para se me fillu Odeone, kurse në momentet e fundit kur u zhdasht me kohën këtu s'ka qenë, po si do qoftë Agonita. Është ajo që na përgatit gjithmonë, Agonita Herë. Do të kemi shumë çka të bukur sonte, dhe pa humbur kohë, vërtet le të ftojmë ato që na sjellin çdo javë gaz, alegorinë, metaforën, satirën e krejt në brendësinë e kësaj, na bëjnë që për shumë minuta ti presim se çfarë po na thonë, çfarë po na bëjnë, çfarë po na sjellin Dada Hyr dhe Kulja.